të dashur miq, mirë se vini në Kafe Shedho edhe për ditën e sotme. Mirëmëngjes, zonja zotëri, mirë se erdhët në Kafe Shedho. Do të jemi bashkë në këtë të premte spektakolare të 6 marsit deri andej plus minus nga ora 10. Situatë interesante, kuvëndesh dhe kuvendarësh në Kosovë duket se kanë hyrë në një ngërç institucional. Është pak e paqartë në këtë moment nëse do të shkojë në zgjedhje Kosova sërish me urgjencë apo do të futen në një cikël 60 ditor për zgjedhur emrin e presidentit. Me sa duket Kurti nuk është i kënaqur me Vjosa Osmanin, do donte ta kishte vetëm për vete edhe presidentin, mundësisht mos di anglisht. Mundësisht, pa. Mundësisht mos di anglisht, të flas vetëm Kurti me ndërkombëtarët, ndërsa kuvendi i ynë që të themi më parë? Kam shumë gjëra për të thënë që nuk do i them fatkeqësisht dot asnjërin. Vërtet? Shumë batuta që s'do i bëj dot. Se do ishte sidoqoftë e ulët. Edhe për mua që bëj batuta të ulta her pas here. Ja, Flavio, ja. Asnjëherë. Nuk besoj se do të arrijë ndonjëherë në këto nivele. E vërtetë është Paktën me atë që kemi parë ditën e djeshme. S'kam qenë kurrë në nivelin e 0,900-s. Asnjëherë. Megjithatë, nga gjithë njerëzit që mund të ofendojnë, të ofendojnë Tauland Balla në çështje morali është hapu dhe. Megjithatë, pyetja që kemi për ditën e sotme është edhe ofendime për opozitën, çfarë dreqin duhet bëjnë më dhe çfarë dreqin po bëjnë aty brenda tani më. Ajo që pam ditën e djeshme ishte e frikshme, e shëmtuar, e jashtëzakonshme për keq fatkeqësisht, miq të dashur. Ndaj duam të dim nga ju çfarë duhet bëj opozita tani më në atë parlament. Ndoshta ingujimi shumë pritur mund të fillojë nga gratë dhe vajzat e Partisë Demokratike apo të partive tjera opozitare. Pam gjithashtu një Niko Pelesh që nuk kishte guxim t'i bënte Tauland Ballës një peshqesh, Peleshi, në kuptimin e mirë të fjalës, pam dhe justifikimin e tmerrshëm dhe idiot të Ballës që kërkoi falje. Kërkoi falje nëse u ofendove, por nëse u ofendua kërkoi. Po, nëse është prekur, po nuk e kisha për atë. E kishte për Green Line-in, pra për numrin pa pagesë për informacione në Bashkimin Evropian. Ku i gjeti te Bashkimin Evropian? Do të nuk mund të gënjente për diçka pak më. Ose ndoshta prej kaq shumë vitesh kjo puna e rrugtimit drejt BE-s, aq jorse dhe tunduese, duhet jetë bërë obsesion për gjithë, jo vetëm për zotin Balla. E kuptoj, po si ndodh pastaj apo është lapsus freudian i Ballës që ngatron 0800 me 0900? Nuk mendoj fare se ishte lapsus. Diçka freudiane. Gjithë dim çfarë deshte thoshte, po. Sidoqoftë, miq të dashur, shumë e shëmtuar situata dje në kuvend, për atë duam të flasim ditën e sotme në 069 27 22 27 2. Edhe ofendime opozitës është tema e ditës sotme, mirëpresim opinionet tuaja në formë mesazhesh, telefonatash. Sigur të mos mjaftonin, miq të dashur, ndërprerja e fjalës, mbyllja e gojës, mosdhënia e drejtës për komisione hetimore, mosdhënia e interpelancave, mosdhënia praktikisht asnjë gjëje që ka të bëjë me kuvendin dhe jetën parlamentare në Shqipëri. Me sa duket, mazhoranca socialiste kishte rezervuar për opozitën demokratike edhe ofendime ordinere. Ordinere është fjala e vetë që mund të mbetet. Megjithatë, i mirëpresim telefonatat dhe mesazhet tuaja, ka pasur edhe kryevepra të tjera ditën e djeshme, sa të doni, një tjetër grabitje dhe një tjetër grabitës në mosh. Çka ka ndodhur? Ku janë grabitësit e rinj? Në gjithë botën e kanë mesatarin 18-25 vjeç, të ne janë 45-65. Në fakt edhe shumë grabitje për cilat i mësojmë prej lajmeve, ku janë edhe bashkëkombësit tanë, janë mosh më të rënë në fakt. Po kjo ndodh për te kufive. Skifterat i kemi çuna të rinj. Po. Këta këtu i kemi pulat vjetra. Edhe kapen pastaj. Normal se s'keta kat braposh. Pse grabit mas 40-ave më birë. Ku ke takatikesh me vrap mas 40-ave, pas tërvitje, pa gjë, dhemin gjunjën, therin kockat, rrjella, pse? Meru me mashtrimet paktën mas 40-ave. Të paktën, po, si zotri. Paktën, jo grabitje ku ke takat për grabitje, si do qoftë dhe kjo nuk ka fare lidhje me situatën ekonomike në vend, në fakt, një klim shumë e mirë kjo për bizneset, do të flasim sot edhe për rritje çmimesh, po ashtu, kemi hyrë në javën e 5 të protestave në Baksriol. E vërtet. Vazhdojnë banorët që të jenë vendosur për të mbrojtur të drejtën e tyre, të drejtën e pronës së tyre,
se që do të ndodhë, do mbetet për të parë. Do të mbetet për të parë kush do të fitoj, si të qoftë, duket se prona është në një periudhë shumë të ndjeshme dhe të rrezikuar kohët e fundit. Ngjan pak në një periudhë tjetër ku u shpronsuan të gjithë shqiptarët nga çdo aset që kishin dhe pastaj jetuan në ato parafabrikatet e mrekullueshëm, në ato pallatet me tulla silikate, me ca gjëra të tmerrshme për një 45 vite dhe pastaj u bë çik më mirë pak më vonë. Ne shpresojmë që mos jetë e njëjta situatë, sidoqoftë Greta e merr tani linjën duke shpërthyer me zhvillimet kryesore që na përcjellën edhe kësaj jone informacionit. Në ditën kur Kuvendi mbajti 1 minutë heshtje në kujtim të rënjes heroike të Adem Jasharit dhe familjes së tij, pas sulmeve serbe në Prekaz në mars të vitit 1998, kryetari i Partisë Demokratike Berisha kujtoi bashkëpunimin mes Ramës dhe Vučić. Dy sheve vëllazërore u bën bashkë për të kërkuar Bashkimit Evropian antarësim pa të drejtë vetoje. Lideri i opozitës deklaroi se Rama u rreshtua për krah Serbisë për të mbrojtur krimet e tij dhe ato të Ballukut, duke kryer një akt antikombëtar që dëmton integrimin e vendit. Berisha ju bëri thirrje qytetarëve të protestojnë para Kuvendit më datë 12 mars, kur do të vendoset për imunitetin e Ballukut, duke thënë se fokusi i protestës është kërkesa për largim të Edi Ramës. Më 9 mars, ora 9, në apelin e posaçëm antikorrupsion do të zhvillohet seanca për Belinda Ballukun. Balluku akuzohet nga SPAK për shkelje të parazisë në tendera publik dhe dyshime për korrupsion në projekte infrastrukturore. Prokuroria e posaçme ka kërkuar masa sigurie më të rënda për fshirë arrestin, duke argumentuar se ka prova të tjera dhe tentativa për intimidim të dëshmitarëve, por deri më tani qeveria Rama ka bllokuar kërkesën për heqjen e imunitetit të deputetes. Mes tensioneve dhe debateve në parlament, mazhoranca miratoi me urgjencë ndryshimet e Ramës në kabinetin qeveritar. Shkarkimi Belinda Ballukut dhe votimi i ministrave të rinj miratuan që në nisje të seancës plenare me opozitën që protestojnë në foltoren e Kuvendit, pasi kryeparlamentari Niko Peleshi i mohoi fjalën liderit të Partisë Demokratike. Ndryshimet në qeveri nxorën në pa edhe përplasjet brenda Partisë Socialiste. Elisa Spiropali thumboi hapur Ramën për largimin e saj nga qeveria, duke u përfshirë në replika me liderin e opozitës, i cili e kishte paralajmëruar shkarkimin e saj. Një pik këmbimi valutor në një qendër tregtare tek zona e 5 Majit është grabitur paraditën e kësaj të njëjteje. Një person i maskuar, një foto të cilit syri televizione siguroi ekskluzivisht, në kërcënimin e armës ka mundur të marrë 2 milion lekë të vjetra dhe është larguar me motor. Autoritetet kanë nisur hetimet për identifikimin dhe kapjen e autorit. Kjo është grabitja e dytë me armë që ndodh në kryeqytet në vetëm pak ditë, pas asaj që ndodhi në një bankë të nivelit të dytë pranë kompleksit Deli Orgji. Deputeti i Partisë së Lirisë, Tedi Blushi, denoncoi sot se emërimi i Ferit Hoxhës si ministër i jashtëm cënon rënd sovranitetin e Shqipërisë dhe sigurinë kombëtare. Blushi denoncoi se si Ferit Hoxha bëri lojë të dyfisht në paktin detar me Greqinë dhe madje u shpërndante medjave informacione për të akuzuar Berishën se po shiste detin. Blushi denoncoi gjithashtu se në tryezën e presidentit Bajram Begaj është një dosje e rëndë për Hoxhën, duke kërkuar pezullimin e ceremonisë së betimit të tij si ministër. Garda revolucionare e Iranit njoftoi se ngushtica e Hormuzit është mbyllur për anijet që i përkasin Shteteve të Bashkuara, Izraelit dhe vendeve perëndimore, duke paralajmëruar se çdo anije e tyre mund të goditet gjatë kohës së luftës. Ndërkohë, presidenti amerikan Donald Trump paralajmëroi se konflikti në Iran do të mbajë të larta çmimet e naftës për shkak të rrezikut për furnizimet globale që kalojnë përmes kësaj rruge strategjike detare. Rikthehemi miq të dashur në transmetim të drejtë për drejtë, rikthehemi në numrin tonë të telefonit të 09, apo nuk është, jo, është 069, jo 0900, mos u ngatroni, dhe mbi të gjitha nuk do jenë ato biseda
Mbi gjitha. Nuk do të flitet për opozitën. Aty do të merren informacione mbi fondet e Ipardit. Ato bisedat që bëhen kur merr 0900. Çfarë bisedash pret të bësh kur merr 0900 për shkak? Po sipas zotit Balla, pikërisht kjo, do marrësh informacion për situatën kur integrohemi. Kur integrohemi. Ose jo, është kështu. Të lutem. Thuaj që do integrohemi shpejt. Edhe zëri nga ana tjetër thotë, Shqipëria do integrohet në 2027. Falenderit, Flavio! Ura e Leklit është pakzuar me emrin Djella dhe Djellës i bien të poshtmet në Vjos. Deputeti Palloshit e çmontoi Djellën e Këlqyrës. Ciao Bela, ciao Djella. Dhe shoqi që kanë... Me Djellën ç'bëhet? Asgjë, vazhdon gjyqi se sigurisht... Jo, me Djellën. Jo me zonjën... Është bllokuar. Po siç është bllokuar edhe përdorimi i imazhit të Djellës nga gjyqi dhe padia që ka ngritur zonja Bisha, është edhe Djella e bllokuar, nuk po bën dot asnjë që nga dhjetori asnjë punë dot më online. Para dhjetorit në fakt bëje e çaje. Parlamenti shqiptar është turp i vendit, parlamentarët socialistë votonin pa dëgjuar çfarë fliste kryetari, ule ngrit tabela, mos flas pastaj për Tauland Ballën. Ai tregon se njeriu ulët është e parlamentit shqiptar. Peleshi është Zari Rama, se kanë bërë këtë parlament si pronë e tyre, prandaj populli më 12 mars, të gjithë para parlamentit që t'ja bëhet qartë që nuk mund të lozin me popullin, thot Diana nga Italia. E përshëndesim Diana nga Italia dhe mi presim i telefonat në studio. Absolutisht. Alo, mirëmëngjes. Përshëndetje. Përshëndetje, mirë se vini. Respekte Greta. Fabio. Urdhro. Tani para 2 ditësh lexoja aty në këto ku lexojnë këto titrat në mëngjes, Sali Berisha baza 40 shtëpi. 700. Po 40 thoshin në gazetat. Për Berlindën thon 300. Por e kanë një që të dalit thot ja ku është shtëpia e këtij që po themi 40 ose 300. Po dëgjoj, ka një problem me këto 40 shtëpi që pretendojnë këta. Po. Nëse të kujtohet, kur Berisha ishte në arrest shtëpie, ju bë dhe hetim pasuror, të kujtohet? Po këtu tani... Ju bë hetim pasuror Berishës, fëmijëve, nipërve dhe mbesave, stër nipërve të palindur ende, dhe tha që nuk i gjetëm ata, i pas ka fshehur shumë mirë. Po edhe kjo mund t'jenë se i fshenjë ta, bajnë ta, politikanë tanë. Po se gjetë për? Po 300, a mund të gjenë një të thotë e shfilan vend të Berlindës për shembull. Që thonë era 300, po është surë 300 shtëpi, më që do 300 shtëpi është një qytet vete. Që edhe media ja fusi. Nuk është se janë 300 shtëpi në atë kuptim, janë lekët e kthyera në apartamente. Po 300 apartamente janë një qytet vete, edhe media jo ju personalisht, po nuk e di të gjitha fusin edhe kodra buri dhe çmendën këtë popull. Kaq pik. Në herë jo. Çfarë ju shqetëson lidhje me këtë, domethënë? Shumë shtëpi më thon drejtën. Faktikisht mund të konsideroj arrest shtëpish më tej. Jo, më shqetëson këto lajmet fake në përgjithësi. Se ja fusin kotën. Kjo më shqetëson mua. Pastaj problematika këtu tek ne nuk po mbarojnë dhe nuk kanë për të mbaruar me këtë politikanë që kemi ne. Nuk ka të ardhme, thash, Zotit bëj mirë, juve suksese, jeni të dy të këndshëm për cili pozitivitet në mëngjes. Thank you. Ndërkohë, le të shkojmë menjëherë në parlament. Duhet shkojmë aty të dëgjojmë ca gjëra simpatike. Për shembull, si përjashtohet opozita nga kuvendi? Gjek Marka kishte një fjalim satirik, edhe pse unë personalisht nuk se jam dakord. S'ka nevojë për satirë aty, ka nevojë për gjë tjetër, por ta dëgjojmë pak pesën. Se mbasi u bëjmë punë. Kur qeveria hyn në sallë, deputetët ngrihen në këmbë dhe përkulen lehtë në shenjë nderimi. Kur në sallë hyn kryeministri, bien ndaullet. Një deputet i opozitës, mbas se Klevis Balliu, i dhuron një buqet me lule, i çon një kafe pa sheqer.
Kur flet ai, një duartrokitje gjatë dhe ngrohtë 5 minuta, e shoqëruar me mbyllje nga rënja e gongut dhe monitoruar nga kryetari i kuvendit. Kur flasin ministrat, duartrokitja zgjat 2 minuta, e monitoruar nga zëvendës kryetaria. Kur qeveria është e gëzuar, deputetët duhet të buzëqeshin. Kur është ngrysur, duhet të heshtin. Në çdo rast, shamia e lotëve duhet të jetë në xhepin e djathtë dhe domixhani i lotëve në krahun e majt. Kur fshihen qyrrat, duhet të dënoheni me 30 ditë. Kur të shtini me 60 ditë. Të ngrihet një komision i vërtetit kundër vesit i kryesuar nga mazhoranca. Kuvendi mblidhet një herë në 6 muaj. Kjo është situata në parlament, me gjatë të qikë në Balla Bardhi, të donim të ndiqnim në këto qaste zonja Zotrinj, ma je pak të lutem nëntën. Faleminderit zoti kryetar, e dëgjova me vëmendje gënjeshtrën dhe të gënjesh edhe në muaj Ramazani është dy fish. Se sa kam lidhje unë me besimin, i vetmi njeri në këtë sallë që s'ke asnjë lidhje jeti, as me besimin, as me vlera të tjera morale dhe familjare. Mungesa e vlerave morale dhe familjare janë tepër të rëndësishme për të konsideruar për çdo person. Sa i përket gënjeshtrave që u hodhën në këtë sallë, qëndrimi ynë ka qenë i qartë. Ju lutem lejoni kolegun të mbaroj fjalën. Stop, të pak. Të mandateve. Pas i foli për moralin, me njëherë më pas, ju drejtua zonjës Vokshi dhe tha këtë 12-ën. Ju njerë, po s'kishim kohë. Realisht nuk kishim një numër telefonit tuajnë që t'ju merrin telefonet dhe thonim orë si mendoni ju për këtë, po 0900, se për ty kam këtë numrin, për ty Albana, pa dyshim. Dhe pa pyetur dhe për strukturat vendore, pa pyetur dhe për këtë. Jo, nuk do e them, Greta. Do them vetëm atë që thash dje. Të gjithë e dim se nga e kam surat numërin me 0900 Taulanti, jo? Por, si duhet kishte reaguar opozita në këto qaste, kam përshtypjen se reagimin më të hajrit e kishte Klevis Balliu me njerë më pas 13-ën. Nuk kam mas të tillë. Lere këtë. Se sa e qdo të E kaq. Edhe të sa tjerë mund të ishin treguar po në këtë gjatësi bale. Edhe kjo ishte situatore, po këta që marrin WhatsApp, si do ja bëjmë këtyre? Regjia? Ta bëjmë si dje? Do ta gjej një zgjidhje. Ta bëjmë si dje. Urdhro! Mirëmëngjes. Nuk e di dëgjohet? Dëgjohet apo? Po. Jepi. Dëgjoj, desha të thosha një diçka për atë zotin Taulant Balla. Po, vetëm jo me të shara, Jo me të shara, jo në asnjë mënyrë. Jo me të shara, po a ka grua në shtëpi ai, a ka vajzë, a ka motër? Po, ka. Ai zim se që të ofendoj një femër kështu ka që rënd, ere hej veten për krijetarë i grupit parlamentar të Partisë Socialiste? Nuk besoj. Prandaj, për mua po t'isha unë burri asaj, do t'i falja vetëm një koqje plumin. Jo, dakor, të përshëndesim zotrin, nuk lehojmë
Kjo lloj gjuhet paktën. U gënjeva. Mendova se thash do e mbaj fjalën njeriu. Ja se nuk duhet besosh gjithmonë. Mirëmëngjes, kishim shumë besim te ju si gazetar për ato 2 problemet në bashkinë Tepelen, për atë drejtor Hajdutin e Varsës Floriri që vazhdon të qëndron akoma duke bërë pasur, dhe e dyta administratori i komunës Qendër Tepelen në bashkinë Tepelen. Vazhdon duke shpërdoruar detyrën edhe njëkohësisht naftën e shtetit dhe merr makinën e bashkisë familjarët i çon në zyrat e shtetit. Ai banon Gjirokastër, punon me gruan e vajzën në zyrat e Tepelenës. Dhe gruan, prit 1 sekond, dhe gruan e ka në post dhe vajzën në spital. Edhe kaq mendoj se është pjesë e mundësive të mia. Por sidoqoftë do mrekullohem nga kolegët e mi, të cilët duhet ta kishin ndjekur këtë çështje dhe do e verifikoj sot. Dakor? Faleminderit, edhe më ngeli ky mikrofoni kështu si banori përjashtuar i Big Brotherit, por vazhdojmë me tjetër telefonat. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Mirëse Mirë gjeta. Jepi. Qartë të japë, qartë të japë. Ne, që shqiptarët ka një qipet të ujë. Po. Tre pika kam sot, se nuk kemi qatë plazim, kemi folë gjithë viteve, gjithë mujve për të qeveri. Do t'i them ati të vlënd malës gjithë fjallë. Kujdes me fjallët. Nuk ka moral në familja i. Nuk e dim këtë. Se po t'ket moral, a nuk flet ashtu për Albana Vokshin. Albana Vokshin ka qitë paljarët gjithë atyne. Për ne e urejnë Albana Vokshin edhe e shajnë aty. Dakor. Ai parlament është bosh i parlament qeqë. Kur bëhet parlamenti, nga 107 deputet, vetëm 20 janë aty në parlament. Dakor, zotri. Pjertë vetëm sa duke mashtru dhe të këti populli. E funit. Jepi. E funit, të qesë e funit. I bëj thirrje kosovarët. Mos u mashtroni nga fjalët e Vučićit për presidentën, zgjidhni presidentën që e keni presidentët të përsosur. Unë nuk e njoh. As nuk du ta njoh, por sa dëgjoj në për televizionin dhe për televizja, është tenda më e mirë në pastër për Kosovën. Dakor, faleminderit. Ndërkohë kemi telefonat nga Mbretëria e Bashkuar. Jepi. Alo. Urdhro. Me koho flasë, me flabër. Dora vet. Nuk doja të folja për punë e ati Tavlan Balla, sa e një rëndë, po doja të boja një thirrje gjithë shqiptarve. Jepi. Në emigracion. Të dalojnë të gjithë përkohësisht. Mos u çojnë as një prindve dhe vlezve, as i kokër legu në Shqipëri, edhe shifin njerëzit si qohën dhe ku hik Rama. Maksimum një muaj mos paguajnë as një lek mos çojnë Shqipëri. Shifes socialista se ku përfundojnë. Faleminderit. Faleminderit juve për telefonatën, dakor, të përshëndetim, është bërë këtu si central bërthamon nga të gjitha anët, dakor, të miqtë të dashur. Sigur kemi dhe ne lidhje me Tavlan Ballën. Po, ti ke lidhje me Tavlan Ballën? Ja të shohim sa mesazhe tjera simpatike, se nga i buron kjo mirëmëngjes Hyri, po ai tau kur e ka radhën, se ai është më i rrezikshëm nga çakenda atje. Në fakt dosje ka të shumta, por nuk e di me ende pse Spaku nuk ka bërë asgjë, madje sipas atyre që tha dje Artan Hoxha të Çim Peka Live, përgjime kanë shumë për këta, por për shumë gjëra Spaku s'ka asnjë hetim, sidomos kur janë të përfshirë në vjedhje votash. Po si ka mundësi? Kështu ndodh ti tash, kështu ndodh. Si keni një Tavlanti e di 0900-ën se e përdorin njerëz afër ti. Po si ka mundësi që bëri moral lidhur me moralin, do me thënë tregoj se mungesa e këtyre vlerave morale e etosit është shumë e rëndësishme. Dëgjoj, e ngatron ai etosin me patosin, me logosin, po ai e ngatron me Aramisin dhe D'Artagnanin. Me siguri. Me Atosin më shumë se sa. Ke pasur se nga që ka lexuar shumë edhe
Etos, Atos, Aramis, D'Artagnan, edhe Zorro. Ne nuk e mbyllëm këtë ciklin në fakt, do më përqende që ta shihni me dhe pjesën kur u justifikua, kur denjoj të kërkoj ndjes. Ishte shumë e shumëtuar. Hajde ta shohim një. Ishte të mërshme. Hajde ta shohim një kur thotë që ishte numri i Bashkimit Evropian. Si gënjeu. E keni apo se keni? Si do qoftë, ne kemi edhe një informacion nëse nuk e kemi këtë pjesë. Jo, nuk ka problem, një sekond vetëm Greta, se kemi Italin tani në lidhje telefonike. Po e përdorim WhatsAppin, mbi të gjitha, dhe ndjes atyre që po i shkaktojnë pak shqetësim, por po e përdorim WhatsAppin për telefonuesit nga jashtë, cilët me zi e kapin linjën e numrit të zakonshëm. Alo, mirëmëngjes. Alo, mirëmëngjes, Flavio. Jepi. Soli nga Bergamo. Dhe shëtoja diçka për taun, për taulan ballën. Mos qaja. Pa e prish e ti kanë drej pa pikë për ako. Jo, mos e prish. Mos e prish. Ore se e marru në gjobën, mos e prish. Jo, nuk ashtë në fari, nuk e prish. Top të ketë, po ai njeri a ka nën, a ka motër, a ka grue, mo ja qifet. Jo, ciao, nga Bergamo, e përshëndesim mikun ton nga Bergamo. Opozita duhet të kthehet në agjensi ku t'i ikim në Evropë, pse jo, edhe në Iran, e t'i lëm të hanë njëri tjetrin komunistët. Për mbasa të duan që t'ikin gjithë, edhe t'jenë rehat. Duket se duke e hapur këtë telefonatat që këtu, kam kryuar një precedent rrezikshëm, dhe do ngel gjithë kohës kështu pastaj. Oke, që ishte informacioni Greta që më premtove? Ekziston vërtet një numër i Bashkimit Evropian. Green Line. Po, Green Line. Të cilin ta me siguri e mësoj kur ull, pasi kuptoj se që kishte bërë, pasi... 00800. Është 00800? 00800. Po 0900 i doli është lapsus freudian, do me thëmë. është refleks. Vazhdojnë mendoj që nuk ishte lapsus. Ja. Ky është numri i Bashkimit Evropian dhe sigurisht ishte pjesa ku përpiqej. Dhe në fakt, ai ndërkohë që ishte duke shprehur këtë që po kërkonim si material për ta ndjekur, ka thënë ja ku e keni numrin 0900 Bashkimit Evropian. Ku? Ku është? Por pastaj kërkoj falje. Se di. 0049 kush e ka Greta? Gjermania më duket? Nuk e di. Ta shohim mirë nëse është Gjermania mbi të gjitha. Alo, mirëmëngjes. Vetëm të lutem, e di vetim. Alo. Urdhro. Deshat lidhëm me Fabion. Me Flavion e jepi. Alo, Fabio. Ule zërin e televizorit, ule se u bëm lëmsh. Po. Hajde tani presim. Alo, Fabio. Po. Nga Gjermania ju thas? Po. Desha të thëmë vetëm një gjënë që shumë shkujt. Ai nuk është parlament. Okej. Aty nuk vinë njerëz të zgjedhur nga populli, prandaj ndodhin ato gjëra. Aty vinë njerëz ka dënë dirama rrugaq të këtë Shqipërisë, të mbledhin aty, kriminalat, drogagjit, jo njerëz të mërru më vlla. Prandaj ndodh ajo. E kuptoj. Ka që desha të thëmë, taulan balla është taulan balla, vlla, skijaj. E qartë. Taulan balla janë gjitha ata kriminalat që merren nga tje. Taulan ballën duhet me shunë. E kuptova. Dakord, e përshëndesim mikun tonë nga Gjermania, ndërkohë postojmë në Itali, Greta. Në Itali. Çmendëm. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, Flavio. Jepi. Jam në Italia, të du shumë. Edhe unë të dua shumë. Edhe Sali Berishën. Kur e sëshin Sali Berishën smutën. Me gjithë unë kam 27 vjetë që jam në Itali. Po, ajo partia socialiste, unë kam qenë shumë, është parti Rangalle. Okej. Edhe kanë gjenë atë qisa taulan balla. Jo për atë. E kuptova, faleminderit zonjë, e përshëndesim mikeshën tonë, do vazhdojmë me këto telefonat apo u tërbo. Dakor, të puth fort. Edhe unë të puth. E përshëndesim zonjën. Është telefonat nga Mbretëria e Bashkuar. Edhe pak në Angli tani, edhe pak në Angli. Më duhet një mikrofon kështu ta kisha lënë këtu. Alo, mirëmëngjes. Jo, nuk e kemi fatmirësisht, vazhdojmë Greta, e prishëm pak strukturën e emisionit, e prishëm. Nuk është problem, marrim pakës kohë të mund. Jo, e marrim.
ka telefonata shumë në linjë, kemi shumë gjëra për diskutuar, por është momenti për një kafe të dytë edhe për një sedaton, sepse sedaton të qetëson. Qetësues që ndikon sistemi nervor, duke sjell një gjendje relaksi dhe lehtësimi që përgjithsisht përdoret para procedurave mjekësore ose stomatologjike. Procedura që mund të të sjellnin ndo pak frikë, ndo pak siklet, ndo pak angst, pasi ke gënjur për shembull në të tilla raste. Pasi ka ofenduar 1000 letë të tërë? Nuk besoj se do të bënte punë për atë, por megjithatë, për gjithë të tjerët, sedaton të qetëson. Ashtu po si Niko Peleshi Shkëpelesh, drejt e Niko Melesh kombinati. Okej. Agresive kjo, opozita do të kthehet në agjenci, e tham këtë. Çfarë parlamenti kemi ne, deputet Servil mbrojnë aferat e qeverisë hajdute. Gjoja i ka zgjedh populli, thot Miri nga Fieri, sidomos deputetët që na kanë dalë nga Fieri janë çik problematik këto kohë të fundit. Dhe fortësisht të zgjedhur nga populli. Ne kalojmë në shkëputje publicitare, rikthehemi më njëherë pas pak, qëndroni me ne.